dojmë me jetu edhe me të gjallë, me këtë shenjë, dhe me kështetë me të shkështetë. Me ndohë një për të majë dhe për o i mire me vete. Të përtrirë në shpirtin shenjtë në gjallën e dritën e jetës e pasosë. Në për Zotin tonë, Jezu Krishtin, Birin tënë, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekull dhe shekujve. Amen. Të ulemi e ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Në ato ditë, Pietri mori fjalën e tha: tani më të vërtet po e marrë vesh se ju nuk i mban kujt gratë. Ju dini çka ka ndodhur në mbar Judeen, duke filluar nga Galileja, pas pakëzimit që predikoi Gjoni, se si hyi Jezusi nga Nazareti, e shuroi në shpirtin shenjtë e me pushtet. Ato që përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë në pushtet të djallit, sepse hyi ishte më tërë. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëri në mbar prahinë në Judes e në Jerusalem. E vranë duke e varur në shtëpi. Hyje në gjallit të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Jo mbar popullit të përgjithësi, por dëshmitarëve për hyrje të paracaktuar. Neve që bashkë në të kemi ngrënë me një pasi në gjallë të vdekurish. Ai edhe në urdhëroi të predikojmë popullit e të japim dëshmi si Jezusi është për hyrje i caktuar gjykatës i të gjallëve e të vdekurve. Për të, bëjnë dëshmi të gjithë profetët. Në fuqitë e emrit të tij, i jepet falje mëkateve, secili që beson në të. Fjala e Zotit. Kjo është dita e Krishtit sot. Aleluja, aleluja. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë tashmë Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Kjo është dita e Krishtit sot. Aleluja, aleluja. E djavta e Zotit u madhërua, e djavta e Zotit më lartësoi. S'do të vdes, të jetoj dua, do t'i kuptoj veprat e Zotit. Kjo është dita e Krishtit sot. Aleluja, aleluja. Buri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi u bë buri i këmbit. Zoti e bëri këtë gjë sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita e Krishtit sot.
Aleluja, aleluja. Lexim prej letrës së dytë të shërbarit apostullit drejtuar Korintasëve. Vëllezër, nuk ju vlen gjë kryeraria. Po a nuk e dini se pak tharm e gërmos mbar brumin? Pastrohuni prej tharmit të vjetër që të bëheni brum i ri. Sikurse edhe jeni të pabrum, sepse Krishti qengjën i pashkëve tani na është fijuar. Andaj le të kremtojmë, jo me tharmin e vjetër, as me tharmin e zemrës së keqe e të ligës, por me bukë të pabrume të pastërtisë e të vërtetës. Fjala e Zotit. Falenderojmë ju. Ndjekësorja. Flies ngjallur të pashkëve tona, ti këndoj kështerit goja. Qengji delet i liroj, në katarët Krishti i shërboj, me aftë duke i pajtuar. Jeta e vdekja në luftim, u përneshëm mregu shim. Prisi jetës vdekura, por unë gjallë së do të manda. Na tregot jo Mari, qka ke parë me ata sy? Kam parë varin e Krishtin gjallë dhe ladin e ati që unë gjallë. I pash engjëj dëshmitar, rizën pet ka të vëna palë. Unë gjallë Krishti e imja shpres, para u delve të Galiles. Unë gjallë Krishti për një mend, mbret, fitues, mëshirë për gjithë kënd. Amen, aleluja. Aleluja. Zoti qoftë me ju. Dhe shpirtin tënd. Leximin i Ungjillit shenjtë sipas Gjorit. Lumturi të qoftë ky o Zot. Ditën e parë të javës në mëngjesën në padal drita, erdhi Maria Magdalene te vari dhe pa se kuri ishte hequr prej varit. Atëherë erdhi me vrap të Simon Pietri dhe takoi nxënësin tjetër të cilin Jezusi e donte dhe u tha: e kanë marrë zotrin prej varit dhe nuk dim se ku e kanë lënë. Atëherë dolën Pietri dhe ai nxënësi tjetër u nisën drejt varit, vraparin të dy bashkë, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i varit te varit. Ai u përgul dhe papën ura të vënë aty, por nuk hyri. Ndërka që mbriti edhe Simon Pietri që po vinte mbas tij dhe hyri në varr. I papën ura të vëna dhe rizën që pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte me pelmura, por veçma se palosur në një rënd. Atëherë hyri dhe ai nxënësi tjetër që mbriti i pari të varit pa e besoi. Në të vërtetë ende nuk ishin kuptuar shkrimin shenjtë, se duhej që ai të ngjallej së vdekuri. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Qoftë e duar Jezu Krishti. Vëllezër e motra të dashur besimtarë, ju përshëndes gjithëve dhe ju falenderoj që jeni me një numër kaq të mirë dhe të konsiderueshëm këtu pranishëm tek nesh, ku të bashkuar shpirtërisht me krejt krishterët e botës, edhe ne kjo filial dhe kjo pjesë e famullisë së dinës do përdoli me fshatra të rreth, e kremtojmë festën e pashme, festën e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krishti. Ne kemi ardhur deri te kjo ditë, deri te kjo festë, kemi pas një përgatitje 40 ditë krejshme, prej mërkurës e përshmime, deri në ditën e sotë. Secili prej nesh, nëpërmjet lutjes, oratës, veprave të bamirësisë,
është mundu me përgatit zemrën, shpirtin, jetën edhe, familjen edhe për këtë festë të madhe. E kom pas shumë raste me dëgjuar, më thanë që në familjet e juja është rënduar rozarja gjatë saj kohës kreshme. Se kom pas me dëgjuar për shumë njerëzve që kanë bën jetët të ndryshme, kanë lënë gjëra ushqimore, kanë agjeruar dhe kanë bën vepra bamirësisë gjatë këtyre ditëve të kohës së kreshme. Sot dëshiroj me i uzue një fakti. Një fakti cëtë janë dëshmitarë apostit, pra në ngjarjen se Jezu Krishti. Është e vërtetë që sa i përket linjës së Jezu Krishtit, mrekullive, veprave të tij, këtë e tregon edhe historia e tregojnë dhe e besojnë edhe fetë të tjera për Jezusin. Por jemi ne krishterë që i besojnë që Krishti është në gjallë. Edhe unë jam i bindur që ju që jeni këtu të pranishëm, ju me gjithë zemë dhe besoni se Krishti është në gjallë. Është letë me thamë me fjallë, duhet me të shkuhe me vepra, duhet me të shkuhe me jetën tonë, duhet me të shkuhe se ajo është në gjallë, edhe në zemrën tonë, edhe në shpirtin tonë. Është një fjalë të cilën e përdorin shpesherë, por që nuk ishte dashur me qenë fjalë e besimtarëve të krishterë. Po thamë, në shtatë përgjësit të besimtarëve, kur themi që, kur flasim për jetën e pasosën, ka dikush që thotë, po kush është kthy prej asaj jete me na tregue se çka ka në atë jetë. Ose, ka dhe ma kërështë, askush nuk u kthye prej asaj jete me na tregu se çka ka në atë jetë. Nëse dikush është i bindur për këtë fjalë, nuk mund të ka një bindur edhe për ngjalljen e Jezu Krishtit. Sepse nëse ne i besojmë Krishtit, është Krishti që është kthy. Është Krishti që ka zbritur prej qiellit. Është Krishti që na ka zbuluar aktin. Është Krishti që na ka zbuluar dhe njeriu. Është Krishti që me jetën e vet na ka mundsuar me kuptu se si duhet me jetue dhe me qëndru besnik Zotit edhe njëri tjetrit. Është Krishti që është në gjallë edhe është në gjithë në qiell, edhe që ndronë të gjallën e atit. Edhe është Krishti, besojnë edhe religionet të tjera, edhe fetë të tjera, që ka marrë një ditë me i gjykuet gjallë e vdekje. Prandaj, duhet folojmë pak me vetën tonë. Bëjmë një pyetje vetës. Sa unë i besoj në gjalljes së Krishtit? Dhe sa unë besoj që ai jeton në zemrën time? Sepse shikoni, me besu që Krishti është në gjallë, unë mendoj që unë njeriu më nejt i qetë edhe mos marrë krejt vitin në kishë. Mos me parë në kishë. E në momentin se që është në gjallë Krishti, unë gjallë mrena apostive edhe entuziasmi, edhe shpresa, edhe gëzimi, edhe përkushtimi. Ata marrë nuk kanë nejt një vend, por vrat ka shku të vari për me parë që Krishti është në gjallë. Me taku Krishtin e në gjallë. Edhe ta kanë taku, ka nejtë të tonë.
e kanë përjetuar gjallën e tij. E nëse e di që keni shumë punë, keni obligime, keni të lashe, jeta nuk është e lehtë, nuk është e lehtë me rritë fëmijë, nuk është e lehtë me qenë punëtorë me dikush, nuk është e lehtë me lëruë dikon. Por shikoni, nëse nuk na vjen dëshira, krejt vitin me ardhë në meshën shenjtë edhe me dëgju fjallën e Krishtit, duhet me pas kujdes se mundet me ndodhë se Krishti i ngjallën nuk është në zemrën tonë. Ka vetë vdekje, nuk është ngjallë për ne. Në të parë, ta ruajmë familjen. Nuk ka gjë më shenjtë se sa familja. E di që një familje duhet më përplas shumë për me ndërtuar një familje të shenjtë. Duhet nështë me bo një pune, dy pune, me u përdalu me smundje, edhe kur rritët fëmija nështë nuk rritët që si kemi qef ne. Problemi më i madh është me u dërzu para vakti. Me thana fu valë, ja vlerë me ba diqka për fëmijët. Duhet me ba. Duhet mos me pas frikë edhe me ba fëmijë. Duhet mos me pas frikë me investu në fëmijë. E nëse dëshirani me ba diqka që zgjatë mas shumë të për fëmijë, është edukimi. Fëmijë me edukue. Që do të tha me edukue? Me ngulit vlerat e vërteta njëtën e tyre. Për shembull, me bim çka është sinqeriteti, me bim çka është puna, me bim çka është drejtësia, me bim çka është bamirësia, me bim çka është sakrifica, me bim çka është fijimi. E jo me mësu çka është rrena, çka është dredhia, çka është fjallën dyta. Këtë punë, kush e bën? Ai ka punu për shekuj. Sepse është gjallë e ai që mushme. Me rrujt fundin, me rrujt abdheu. Sa njerëz të kanë dhënë jetën për abdheu. Nëse nuk kemi nevojë ashtu me dhënë jetën, falënderoj Zotin, se është liru vendin, por kemi nevojë me kontribu, jo me fjalë, me retorika, sa retorikat janë gjithandej, por me kontributin tonë, me punën tonë, aty ku jemi, me dhënë maksimumin për me ndërtue këtë vend në shtetë. Më vjen shumë keq kur i shoh trinjt që të vetëm në shpresë që e ka është me dalë në shtë. Vlezër e motra ju bëj ftesë, ju frasë edhe të rritë. Këtë vend, as turku kur kanë, nuk e kanë shumë. Nuk e kanë shumë të parta. Prandaj, duhet me qëndruhe, duhet me punuhe, duhet me dashur këtë vend, duhet me qëndruhe këtë vend. Ky vend ka nevojë për ne, ka nevojë për ju. Dhe kretë edhe për përfundoj, kemi kujdes mos me jetu jetën pa Zot, mos me jetu jetën pa fe. Disa prind, nuk po du me akuzua s'kon, e kanë përgjësin para Zotit.
nëse e rrisin një fëmi pa fe e pasë. E ka prej mjerisht, me veti e pa veti që po i rrisin fëmi këtë në pa zot e pa fe. Marë të parë, kanë me qenë ata që i bidi dishmani për e qënë. Sepse e mira, prej kuj do të bëhet, me kur do të bëhet, ajo ka me triumfu. Ndërsa e keqë, gjithmonë një akmerë ati që e ka bëhet. Ka dhe ta me edhe për tjerë, por mas shumë i akmerë ati që e ka bëhet. Andaj, duke ju uruë edhe një herë këtë fest të madhe të pashme, dëshiroj kështu të zohemi e të jetojmë në familjen tona, ta duam familjen, ta ruajmë familjen, mos t'jemi të ftafë njëri me tjetrin. Shkojmë të njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, t'jemi për njëri tjetrin, ta duam vend, ta dheu, kombin, dhe gjithashtu e njërë dhe qanë ta duam të madhin sa. Ashtu qoftë dhe duar Jezu Krishti. Besoj me një hyrë të vetëm. Bashkojmë zëra tanë për të thirrur nga Ati qellor pasurinë e dhuratave të pashme. Të lutemi së bashku duke thënë, dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për papën dhe barinët e kishës që drejtojnë gjithmonë popullin e të bashkuarave me dashuri e dituri, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë ata që angazhohen për të ndërtuar një botë më të mirë, që t'i përngjojnë Krishtit që e ka dhënë jetën e tij për të gjithë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të krishterët që të mos harrojnë kurrë që besimi i tyre jetohet në çdo situatë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për ne këtu të pranishëm, që pjesëmarrja në këtë ekuarist të na rijap forcën e nevojshme për shpalljen dhe dëshminë në jetën tonë, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Të gjitha ato t'i paraqesim në për Krishtin dhe Zotin tonë. Amen.
gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon fjalën prej duarve të tua, nga e dha për derën e atij femrin të tij, sjellë për dobinë tonë, e të marrë kishës së tij të shenjtë. Të përshuar do të cesh me gëzimet e parë, po ta kushtoj mo Zot me cilën kisha jote mrekullisht e linë dhe ushqeje të për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. I lartësojmë të zemrat. I kemi të Zoti. Dhe falenderojmë Zotin hyjin tonë. Është punë e drejtë. Për një vend është punë e drejtë, të fyra jonë dhe bërim shpëtimit që të dojë Dio Zotë çdo kohë, por sidomos të madhërojmë me arene këtë ditë, kur o krijua Krishti pashka jote. Dhe një mend ky është qenjë i vërtetë që i leu në kapët e botës, dhe duke vdekur, e shkatroi vdekjen tonë duke u ngjallur na për të jetën. Prandaj njerëzimi në mbar botën nga do me arenë plotë e pashme, por edhe fuqitë e eprën edhe pushtetet e ngjëllore e këndojnë himnin e tabisave duke thënë pa pushim. Shenjë, shenjë, shenjë. Zoti i Krishtit, qielli e tokë janë ndonë me lavdinë tënde, Hosana në rasin qiellore, bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit, Hosana në rasin qiellore. Në të vërtetë je shenjtë o Zot, por jemi çdo shenjtie, ti prapë duke të shenjtoj tonorata me hyrjen e shpirtit tënd, të bëhen për ne ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoj e theu a dhanë zënësve të vetë dhe tha. Merrni e hani të gjithë për këti. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pas u kryedarë ka mori dhe kekun përsëri falenderoj u Allah zënësve të vetë dhe tha. Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është keku i gjakut, temi besnillës së re dhe të amshuar, që do derdhet për juve për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Konklojmë lejën tënde, o Zot, shpallim gjallin tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e gjallën e Birit tënd, ta kushtojmë bukën e jetës për jetën e shpëtimit dhe po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të shërbetit. Po të lutemi me përkujtje që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në trup të vetëm të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut në Krishtin. Dhe të bjerë në vend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës për sosën e dashuri, bashkë me papën tonë Franceskun, me i bezhit tonë Dodën dhe me gjithë klerit tënd. Dhe të bjerë në vend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona të cilët pushuar me shpresë të ngjalljes edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Hylinë, me shenjë Jozefin, fatin e saj, me shenjtit apostli, me shenjë Nën Terezën e me gjithë shenjtit, që gjithë herë të pëlqyet, që të madhërojmë dhe të ledojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin t'ju atë, hyj gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. E tani gjithë së bashku një mendje dhe një zemre i drejtohemi Atit tonë qellor. Ati ynë, që je në qiell, u shkëndron emri yt, ardh prej jote, u bë ndesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të jemi në mundim, por na liro prej keqit. na liro për lutemi o Zot prej gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona, e në sajet të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume
ardhjen e shpëtimtarit tonë, Jezu Krishti. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithkushteshëm, ti je i përkënaqshëm. O Zot Jezu Krishti, u përthënë apostëve dhe tu për ju le paqen, për ju ja paqen time, mos I shikon katër tona, por fenë kishë sate. Jepi asaj si pas vullnetit tënë paqen dhe bashkim. Ti që e kanë mbretërat në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe në shpirtin tënd. Duke ja uruar njëri tjetrit festën e Pashme, që adhurojmë edhe paqen e Krishtit të ngjallë. O qenë gjithë, ti që shtyë me katë të botës, ki më shirë për ne. O qenë gjithë, ti që shtyë me katë të botës, ki më shirë për ne. O qenë gjithë, ti që shtyë me katë të botës, jetë në ne me paqen. Ja qenë që I hyjt, ja I që I shtyën me katët e botës, lumë ata që në të thirrur për gostinë e qenqet. O Zot, në janë dhejnë, që të marrë pjesë në krizën tënde, për fajnë fjallët e tëne, dhe shpirtin në dëshiroj. Tani do t'jetë momenti I fungimit. Do ta ndajmë fungimin në 2 vende. Ju kisha lutë që qëndrojmë kështu në heshtje, edhe ta përfundojmë edhe meshën, kështu sikur e kemi jetu dhe tash. Zotin tonë e lëdojmë, Alleluja. Përvetë Jehon, Jesus I jeton, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja,
Sot është djela e pashme, rendin dhe njëti meshme, mesha në ti në orë nëllë, për janë gjergjit dhe për shpirë të Krisë që ditej, ne do përdojmë kjo mesh për shpirë të Dit Berisha, në dhe ishë si pas njetit, në këtin në orën 17 për veprim familjes e Marleku dhe për popull. Të hanën për shpirë të Tom, Anton Palusha dhe për shpirë të Zef dhe Mrike Doda, martën si pas njetit Artur Marku dhe për shpirë të Frak dhe Ale Brendaj, të mërkurën për shpirë të Zef dhe Sorka Smaka dhe për shpirë të Dhesh dhe Palush Brendaj, të ejnën si pas njetit Antonit dhe Monikës dhe për shpirë të Mark Berisha, të premtën për shpirë të Bilar Gjordi dhe për shpirë të Mut Berisha, të shtunën për shtetën varë familjes në Mus Palusha dhe për shpirë të Laj dhe Kresnici. Orari me ishme gjatë javës, pra prej sotën në pasdite, në këtim do tjetë mesha tjetër e fundit për mesh pashve në orën 17 e orën 5, dërsa prej mesre të të filloj qdo mesh në tim me masa tjetë në orën 18 në orën 6. Edhe të të përtojë, por edhe të tjela. Të martën është e martja e 6 në 7, të mërkurën është festa e Shëngjergjë, që festohet në Bodhisatës dhe në Pograq. Në Bodhisatës mesha do t'jetë në orën 11 dhe në Pograq mesha do t'jetë në orën 10. Mërkurën fillon tradishin zojës e Këshillit Mirë, pajtohës së familjes sonë. Mërkurën mbrama pra fillon tradishin, dhe mërkurën e ejtin do t'i kemi 2 meshtarë për të rrethit që do t'i gërtoj mesha të në tim, dërsa këtë prende, natën e zojës, meshën do t'a uheq 4 duhe kajtasi, ndërsa ditën e festës, meshën në klin do t'a uheq Donshan Zefi, vikari generali i Përshvisa Zavenci i Veshpi. Pra këtë të shtunë, në orën 11 do të kremtojnë festën e familjes, festën e pashve gjithë juve, uroj që të kaloni sa ma mirë familjet e juja, e tash masit të të përtojnë, mos u nalë një që të shkurë nga një tjetëri, e t'ja uru e pashtë, edhe të e përcjelë, të e përqu këtë kësim festës, po të dhe faletoj shumë që këni ardhë në këtë numër ka spajnë. Ta një qopi kam, edhe të premi në këtë të parë. Mbroje o hy me dashurit e përhershme kishën tënde, të cilën e përtrite me misteret e pashve, që të arrijë edhe në gjallën e lavdishme, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zotin qoftë me ju. Dhe shpirtin tënd. Ju bekov dhe ju rujt, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Mesha u kryej e shkonin e paqe, Aleluja, Aleluja. Falenderojmë ju, Aleluja.